gëzuar e Gëzuar mama, shpirti mamit. Po, pije, jo gëzuar pa e pi. Po, më falë mami, se unë jam e utuar këtu, s'di qa të shikojnë për para, s'di qa. Hello, zemra tona. Ky është vlogu jon i radhës. Hello, të thëmë dhe? Po, ma. Përshëndetje, më të keqa. Përshëndetje. Tani, mbas vlogu ton që kishim me make-upin edhe me flokët, që ishte një sukses i vërtet, vura re që kishim shumë komente, ma mbanon që the na bëni like edhe koment? Po. Në YouTube ke komente pa fund. Faleminderit shumë të gjithëve për komentet për dashnin. Së gjeti na një gjithë të bëni na një qikë shuz, e keni parasysh vetë. Mbështetu të keqen, mbështetu. Po, se di mami, jam si në emocion këtu, vdiqa nga o gjaku, vdiqa nga këto bukurira, moj motë, Rëgjani kësha vdekur pa i pak të gjëra kajtë falenderit keqen ma Maja, falenderit. Ja, emocionoj mami na njerë, po këshu bukur. E pra pikërisht, në fakt, ky vlog i përket trajtimit të vetes, le ta quajmë këtë vlogun Self-Care Day. Dita që trajtojmë veten. Dita që trajtojmë i neve. Po, për veten tonë. Sot është një ditë që unë dhe mami do provojmë spa, të gjitha atje poshtë janë hamam, masazh, sauna, të tëra një më një. Por ndërkohë do kisha... Më ke çu një herë kamik me vrap, po që ndrova sot është sukses. Shiko, nuk të kam sjell kot. Po flasim për klinikën më të re që është hapur në Tiranë. AME Clinic and Spa. Dhe në fakt është fantastike, prandaj dhe kam përzgjedhur për pjesën e spas, sepse është, me thënë, nëse ne jemi ekstra, patjetër që duhet të shkojmë në një ambient ekstra. Dhe AME bën diferencën. Mami shkon me atë ekstra? O, zemër, vetëm kur ta shikosh aty poshtë, do fillosh të vish vetë pastaj. Me shoqet e tua. Mund të ndodhi? Patjetër. Gëzuar e kam për ju vetë. Gjeti në në gjithë vëqik like që i koment, po qatë është i kanë gjithë? Përshëndetje, mirë se erdhët në AME Klinikën Spa. Me çfarë mund t'ju ndihmoj? Atë shi, të futë shanën. Baj qëndrim. Busqesh ma atia, jo që me mu të da fut na një. Se tani po flisnim. Ndërpre? Po flisnim, po të tregoja për klinikën, po qëndrohu të klinika, se është dita jote sot. Hap syta aty, shiko pa lere klinikën ti, se klinika është klinike, morëm neve, po shikojnë që qa ju ditë, qa djajnë. Shikon mua qa të radhë, kja fut na një. Po si me të vika sa më? E dja të perëndia duart e mia. Shiko për qëndrohu ta i djali, si sa i mirë, lumën e që e ka bët, keqe sa i mirë. Dhe mam, që po thoja mam, përpos pjesës së spas poshtë, kam shumë dëshirë që të bëjmë një konsult mjekësore me mjekën dermatologe që është këtu, sepse dua patjetër të shohi me radhë edhe aparaturat prestigjioze që ka këtu në AME. Dhe di qa këngë më kujton, nuk e di pse do me thënë, por kur shoh këto aparaturat edhe këta ambient të AME Clinic and Spa, më kujtohet një këngë Megan Thee Stallion, që thot, you are the last year, I am the new year. Ti i thot, ja e vitit kalum, se në fakt 2026 sa ka hyrë, janari. Ti i thot, ja e vitit kaluar të, kurse unë jam e reja e të res. Ua, për mua ishë dhe, për mua e të momi. Po ti e reja këtu, më jetë. E reja e të re, Në fakt, ajo që është për të thënë me aparatura që kam dëgjuar që kanë këtu, mam, patjetër që ti hyn kështu dhe del fringo. Që isha mami marrë shaf dynjan, dhe ta të më rinë pleq në mbrapa, me kënaqur me pleq, nuk dua njerëz më, miresh mami për pleqëri. Voglaime, Mjekja jon dermatologi, po ju pret. Super. Ua, sa flok të bukura, mami, që këmaska. Të vetë ati ka, për i kanë gjitura. Vetëm unë i kam të ngjitura, ma. Dakor, të sa bukur, mama, që ka këtë. Taku me mjekën. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si e, mirë. Mama? Atëherë, njoftoj të uleni. Faleminderit. Vazhdo me konsultën. Pyeta çfarë shqetësimi ke pasur e lëkura deri tani? Ndoshta është efekti moshës, mendoj që këto kapilarët e kështu, po që... Skusha? Po, ndoshta. Po, tjetër gjë. Edhe linjat fine besoj, edhe vende rrudhat të thella. Këto kishim ne si problem. Mund vazhdoni me këtë si e ti shoqe me shtetë. Edhe unë efekti moshës, kapilarët.
Ishte e të gjëva seriozisht këtë, ma po e të edhe një, se të isha falë, se kam që problem. Mos ta dëgjoj edhe një, të vesh që... Efektivon, shos mos të dëgjosh. Në asnjë mënyrë nuk ta lejoj. 37 vjeç e mami e ite shurën për vjetë. Na falni. Edhe skuqja, ndoshta kur ndryshon ambient ose në momente stresi. Në momente stresi, skuqje, sidomos pjesa këtu, domethënë, por personalisht unë jam interesuar për lifting, se mami gjithashtu, absolutisht, lifting që të tërheq. Qyqa, seriosisht e kema. Po. Bash kam të tërboj dy një. Na falë, doktoresha. Ka problem. Atëherë, ne do të ndërtojmë një rutinë të personalizuar, që do thotë një protokoll të kombinuar për secilën prej jush në klinikë. Për problemet me skuqen ose rozacën, siç e quajmë ne patologjinë në gjuhën dermatologjike, ne kemi BBL heroic nga Cyton, i cili targeton përgjithsisht melaninën dhe hemoglobinën. Pra, lezionat e pigmentuara edhe skuqen e lëkurës. Kuptove që ti, asnjë llaf si morave shkaqe. Do i provojmë. Dhe gjithashtu për lifting jo kirurgjikal, përdorim teknologjinë high fuse ose ultraformerit. Ha, këtë e kuptova. Lifting jo kirurgjikal, që do thotë mos t'i hyr Jo thikës, kirurgjikal, mos t'i hyr thikës, po të ndodhi lifting. Seriozisht e ke? Pra jo invaziv, është një high fuse e aprovuar nga FDA-ja. Nuk është ajo që e hapur kështu, rapa e drejtë. Nuk është ajo? Por jemi në gjendje të shkojmë deri te smasit, te fascia apo neurotike e muskujve. Pra këtu shkojmë deri në 4.5 mm thellësi. Që thotë shkojmë aty ku shkojnë kirurgët për të bërë lifting kirurgjikal, por ne nuk e bëjmë me kirurgji, e bëjmë me ultraformer. Perfekt, na e prezanton. Ua, kjo që ka në lamë. Ultraformer është pajisja për cilën po ju flisja, që bën lifting jo kirurgjikal. Është një pajisje FDA approved dhe funksionon me thellësi të ndryshme. Pra kemi koka 4.5 mm, 3 mm, 2, 1.5 edhe 6 dhe për pjesën e trupit. Okej. Do me thënë unë që janë varur shumë, më ngrien gjërat? Ngrihen gjërat Më ngrën të në tëra? gjuhë të thjeshtë. E kuptov, tani e kuptova, mami. Faleminderit, doktoresha. Asgjë. Dhe ky është boosteri me të cilin mund ta përdorim, edhe si trajtim më vete, në momentin që kemi një event të rëndësishëm, me boosterin arrim që të shpërndajmë lëndë me aminoacide, polinukleotide. Më thjesht për ritën ta kuptoj paku? Nëse bën boosterin, praktikisht do shkëlqesh në një darkë, në një mbrëmje me shoqe, me këtë që bën po. Në fytyrë në kështu? Po. Perfekt, sidomos kur ke një fytyrë të thatë, një fytyrë të stresuar, që ke patur punë, apo kjo është një goditje e fortë përpara se Kjo është glow-upi përpara eventit. Glow-upi. Shumë faleminderit, doktoresha. Doktoresha, u shoh një poster aty që po më pëlqen shumë për aknet, do kisha dëshirë të më shpjegoje pak edhe atë aparat. Po, patjetër. Atëherë Aviclear është një lazer që targeton aknet aktive. Edhe Aviclear është FDA approved. Për momentin e kemi shumë lazera që targetojnë cicatricet e akneve, por nuk kemi shumë lazera që targetojnë aknet aktive. Këto puçrat me vatra. Qyqa, kjo si janë Stelina, mami Big Brotherit. Ua, kështu e kse fytyrën ajo. Është bërë dhe meme, ajo kur do e sjell unë atë këtu me vrat me i këmbë. Po. Do me thënë kjo është për fytyrat të acaruara nga akneike në stade të ndryshme. Avicleari nuk ka downtime, i themi ne, pra nuk ka një periudhë rikuperimi të gjatë dhe mjaftojnë 3 sesione që bëhen praktikisht për 30 minuta me distancë nga ora 1 muaj nga njëra tjetra. Okej. Dhe një nga përfundimet reale është edhe kishë paraqitet tek baneri. Mendoj se ky aparati do i bëj shumë punë vajzave, sidomos vajzave që kanë fytyrë të acaruar si puna e Stelinës, sa mi që të vajte mendja Po mami mami që se përmende, kishte Stelina shumë Big problem. Brotherit, na vjen keq motor, po je bërë për tu përmendur, sepse je bërë me motor, kur të dalësh do e kuptosh, por që hey, kemi gjetur vendin e duhur për ty. Stelina do të sjell unë këtu, do të bëj si kukull, po ti kukulli e po një qik problemi keni, ta kam gjetë vendin. Megjithatë në klinikë kemi një sër pajisje të tjera, kështu që jeni t'ju tregoj. Tani do të shkojmë tek dhoma më e rëndësishme e klinikës tonë, dhoma e Forever Young, BBL-it. Forever Young për gjithmonë e re. Forever Young, I wanna be. Në fakt, Jolly nga Cyton është një platformë, nuk është vetëm një lazer. Pra këtu kemi BBL-in që është IPL, kemi Halon që është lazer hibrid, kemi dhe Professional që është lazer tjetër. Praktikisht kemi 3 trajtime në një platformë. 3 trajtime. 3 trajtime Në një makineri. Në një makineri. Okej.
Ky është BBL Heroic, pajisja që po ju thoya edhe më parë gjatë konsultës, që trajton tregu,met e pigmentimit ose njollat nga dielli dhe skuqen ose rozacën, siç e quajmë në gjuhën dermatologjike. Te kuptova. Halo nga ana tjetër është lazeri hibrid që përdoret zakonisht për lëkurat e maturuara, për të bërë këtë skin tightening. Për të tendosur, ma. Ua, tendosur, kështu? Për të tendosur dhe për të përmirësuar teksturën. Okej. Glow Up-i që lë Halo është një nga glow up-et, po themi më të dukshme, që pas 48 orëve. Ta që ta dollapi. Ta gold, më thënë e tha ndryshe më? Glow Up. Mirë, më falë, zemra ime se nuk para di anglishten. Është term, mam, që e din të gjithë. Dhe Profractional është lazeri tjetër që përdorim zakonisht për cicatricet e akneve ose cicatrice post-operatore, pra problematika pak më të thella në lëkurë. Kjo koka e BBL, vë një lloj pllake, si ishte ajo pllaka mam e ka gold, e ka floriri. E vërteti? Po. Praktikisht BBL do të vendosim gjithmonë adapterat, që këto janë gold. Te floriri për vërteti? Po, për floriri për vërteti. Kjo është e bukur, mam. Shifej çik, lutem. Ta kisha bë një unaz atë, ta kisha ma. Ne i pam gjitha këto, tani është momenti të bëjmë masazh. Të shkojmë poshtë e pishina, do të pëlqej shumë. Vetë masazh nuk kam lënë njeri të më preki me dorë. Thu do i lë këtu, ti e di mami. Kam sjell në vendin e duhur. Për çift vet. Pishin. Ne kemi Lere hamin e hamin ti. Pishin tash se të diqa. Edhe shiko ti me lezet. Mamë, unë e kuptoj që ti do një bebe, e kuptoj shumë që do një bebe, ka që pa aftu dukem? E pa aftje. Shikimin këtej. Këtej shikimin edhe me isharete, me isharete. Bëj si ku shikon murin edhe hap gulja zët. Mama, ti des tani, te po shikon? Mama? Bravo. Si me lezet, mama. Me fundet edhe me kurva. Mi shkaqe, me kuraj. Duhet të nxefe, ma. Tani është momenti, nuk është nevoja të më japësh mendje besime, mund të largohesh. Kam shumë besim, ma. Largo! Ma që kaloj e vera se të vajtin të kokët. Po i ku moj? A mergume, nere, i net të qi. Atë shmangre, shpjetin shmangre. Po s'ka fajda Sara. Të na me të dilin e botës në krap, të la postesh e di fjallë dhe ti. Si to, po qek shumë është që më gjave, moj. Po moj trajda të liqeni, që të tha, e di biri botës ti, shikoj la raskat më hangre. Nuk shikoja la raskat, shikoja pemët, ma. Jeba aftë komplet, cis më gjave mama së tëndet keqe mama. Hajde, nëzito ka një se e pa shku vajti. Jo, se unë dua të rri dhe pak. Gëzuar, po e gëzuar me këtë mblidh veten. Është shumë e mirë. Hajde, mari se kemi punën, nuk ka përndia duart e mia, mos kemi lape, nuk duhet më dot. O, ma, e pesi. Të pa me mami, e di molet koqener, që koqener. O, do bëj që vështirë tani. O, që më naqa. Rosh më të vinte mamaja, se i vjet do hiqja dhe të gazet. Ma. E si po më përge? Ti një ma? Që këna. Të rrnaqa. Vetëm buzën, mos haj krishit, nuk të buzën dhe të Të lutë të dora më motë Gjani.
She says, may your hand be të lumt. Si thon të lumt në anglisht? Many versions later. Bravo your hand. E zgjidh këtë problemin, se. Është e vetmja spa në Tiranë, në Shqipëri, që ka një shtrat të tillë me gur kuarc. Ky shtrati ngrohet paraprakisht dhe tani po ta prekësh është ngrohtë ma mos ki frik. Ashtu dhe mund të shtrihet një peshqir sipër dhe të bëjnë masazh, ose disa persona të tjerë mund ta preferojnë që edhe shtrihen direkt në gurët kuarc. Aksion ti moj motor. Lartë e poshtë. Don't touch too much ti moj motra. Don't touch too much. Ma mirja thash. Ja të shumë Bravo. mirë. Nga dal si thua? Nga dal. Light. Motor Gjanit, light me light. Ka bërë një ato të parat ma mo, tajlandeze. Më zuri me dru motra mu. Vët 2 javë se jam quar nga krevati mu. Po the masazh mua, një këntru, një këmë vrap. Po këto si të duke? Ok, pas ka dorën një laç s'ke që nga maja. Ja, okej. Jam shumë mirë. Mbaj mund atë që tash, mbaj qik trurin atje fut tash. Ma, lëri njerëzit të bëjnë jetën e tyre. Po Perëndia dhe duart e mia më të keqen nga maja. Të falë Perëndia më të shuk që mi lirove këta damar. Pas kam greme mami, shi që më bëri, shi. Ora shi se lëviz qafën unë. Pas ka patur dorën një laç moj motor. Po mos e lëviz qafën o Mari, në vëmë. Kishte ngriro mami. Të falë zoti moj vajzë. Kështë e ke emrin ti moj gjane, kështë e ke emrin ti? What's your name? Niki. Niki, mama. Të falë të zoti moj vajzë. May the God forgive you. Dominus vobiscum et cum spirituo. Ti mos qesh, po ma e mundin atje ku ta shumë tani këto dalin. Ma, luta mos më vërë në siklet. Po s'ka siklet me të ke qenë mami, jalla, po i që shikon njeri, si shikon gjithë dynjan që kalojnë tu tjetu. Po kjo një. Po si kur t'jetë t'i fijuar ai, po si kur t'ketë të dashur. Po sa gjë moj, qa ti doj qefi të ketë, po kjo një. Shikon njeri, të gjë, gjëna një e keqe, shikon. Thank you. Kanda të kisha bërë qikë të mëdhaja, të mbaje të kuqine. Do të qoj mami të t'i bëjt më vaj. Edhe nga nati. Luma maja që e ka bërë, mama, shi qatë shumë. Foli tash. Ki flas? Si për përshëndet. Flen zor, ma. Për edukat me mami përshëndet Robi, përshëndet, do përshëndesi mamaja, do përshëndet se shti. Ma, flen zor, ta njam Roza. Je e pa aft. Shma. Në sauna ndezen edhe gjatrat më të rëgjani. Këtu lëshojt Robi ti kur nuk lëshojt e në sauna. Vaj me det kjo pun. Qishkej që me shnet nga shpia, një. Të shirë të sauna se ma bëri zoti risk. Kish fare. Washi si bën këj, nga për ka port këj. Oj, Allah, si live Stallone nja. Tja dhjes më shikami, priti. Qëndrim dive, si të kam su mami? Po më bë ka port më duket. Tja eqim trurin, më dhe eqish trurin. Si të kam su mami, fat me shikime erotike, fantastike, shkencore.
lut fala kur desh në shtëpi atë keq. Gjon kë mua po që ka fare ke shtros ta sauna aty. Pas ka ikur. Ua iku me vërtet. E trombe! Ishte stili, ashtu stili. Ç'është ky stili jo? E di ato di asha stilin. Bure, vishi shaka. Vërtet nuk është faji, është fajat. Shpeti se e zun, nuk të lë njëri radhën. Ta kapim të parat. Ca letësuar që jam. Do kësha vdekur e zë kësha ditur këtë që. Keshe mamaja faleminderit, ma bërna që qefin mamas. Ashtu Ma si, sot sa gjëra mamit. Po e din ti? Ka dal Ili Vrenozi, mami, ka lën Big Brotherin. Me vërtet? Iliri ishte ai TikTokut. I TikTok, po një burë si Iliri, mami, do t'a dashuron të mam. Me 100% po t'a dashuri që ka i për gruan. Vërtet? Do dashurit ti një mashkull që të thret o birë? O po do dashuroja se si e dashuron a i gruan e vetë. Ma i shumë gjithë burrat, ti dashurojnë gratë si Iliri. Po, duke i thënë o birë, okej. Po, shumë bukur, po, ati i shkon. Lajmi për ty është që ka dalë Vrenozi. Të doli, ka dalë Vrenozi. Lajmi për mua është protesta në Iran, mam. Po, mam, solidarizohem 100%. Do me thënë, kjo luft që është bërë, jo luft, po ajo lloj proteste nuk mund të quhet protestë, është revolucion. Tamam revolucion. Dhe algoritmi im në Instagramin tim kap vetëm protestën në Iran dhe më pëlqen jashtë shumë kjo lloj kryengritje që kanë bërë njerëzit për lirinë e tyre. Turojnë mama, vajti fikan palc, nuk munden më. Dhe bukra është që mamit i kam quar të kohën, i qoja në inbox, Reelsa, gratë iraniane që ishnin shamin, hijab, dhe e dishnin në zjarë, okej, këto nuk janë gjëra të bukura për të thënë nga njëra anë, sepse ka njerëz që janë besimtarë dhe mund të preken. Por le të themi që këtu nuk ka të bëj lufta kundër islamit, fesë islame. Unë mendoj se kjo është thjesht një politikë ekstreme. Është politikë ekstremiste islame, sepse feja islame, si çdo fe tjetër, të gjitha fet, po ti marrësh me radhë, si islamizmi, kristianizmi, budizmi, etj, të gjitha pajtohen në një pikë të përbashkët, që njeriu ka shpirt, që shpirti nuk vdes, që qëllimi i çdo shpirti në këtë tokë është që dritën e tij ta ndajë me të tjerët, që karma ekziston, që e mira ekziston ashtu si e keqja. Kështu që çfarë janë këto të tjerat që të vrasin gruan se ka vënë një shamin, këto pastaj janë politika ekstreme. Shumë ekstreme, Ama, më pajton me ty. Ky është mendimi im për sa i përket protestës. Mama, ja sa të mënçur, o Perëndim arruaj këtë vajzë, ma fal sa të mënçur të kam për. Edhe di çfarë mendoj tjetër, ma? Sa shumë ke folë, ma. Ha vazhdo tani. Dhe di çfarë mendoj tjetër, që nëse dalin fjalët që janë shkruar në Bibël që lufta e fundit edhe më e madhja do jetë lufta kundër feve, nëse ndodh, jemi në prag të luftës së tretë botërore, nëse sipas kalkulimeve të mia, unë mendoj se ne nuk do na ndodhi gjë. Sepse Shqipëria është shumë friendly për sa i përket feve. Jemi shembull për botën, për sa i përket harmonisë që kemi me njëri tjetrin. Te mama që i feston të tëra. Mami është muslimane, i mat ka qenë ortodoks. Të gjitha i feston mamaja. Kështu që edhe nëse ndodh një luftë e madhe dhe egër, unë jam e bindur që këtu në Shqipëri do vinë do strehohen të gjithë. Hajdeni të erita mirë se të vini që shkejnë qenë me shnet. Mirë, hajdeni aje fasullet ja valojnë gjithë javë. Mam, e peqa djalimi mam ta pish në kup lumë nëna që e ka bërë. Gjitha i djash, imagjino qa bebi që bën me atë djalin, pe qa floku që kishte mami qa lëkure. Ti do të kursesh 5.000 eurot? Po sigurisht ka që mama, se s'mpret puna muaj, kupton ti apo jo? Që të kos mu shfari mu që më gjeti me këtë fëmi më hangre moj. Do pësh një bebe, sa e pasha djalin që ka gene të mira, se ta thash dhe atje përëndia duart e mja mos, po që e shashtisur më, që më hangre shtirë. Do rish këtu se po unë do shkoj të provoj, e pa shikoj në? Pa i të pa të erdi dhe ti sytë në, që shikoj e pishinë, shikoj se më hangre do vdes. Erdi biri botës atje të merte një gjithë të bëtë të lafosej, po pësi e këshu ratëse e mutit. Ma! Prije në montaj. Ma! Unë tani do shkoj tek ajo dhoma përballë, do provoj Emotion LED. Ç'është ajo? Emotion LED. Ç'a do me thënë maman? Ajo do me thënë që ajo është 100 në 1. Aty mund të rish 2 orë, 3 orë, ajo ka masazhin, ka shkumën, do me thënë hamamin mund ta bësh aty.
maskën me balte të gjitha mund t'i bësh aty, mund të flesh aty, mund të bësh masazh aty, mund të lahesh, mund të shpesh, mund të thuash aty. Si quhe kjo? Ame? Emotion led. Ame quhe kjo? Ame. Ame të dashuroj. Ame! A dëgjuan gjithë dynjaja, oj mami? Ame në frëngjisht do thot shpirt, mam. Po mirë, e kupton njerëzit? Me që po njerëzit? flisnin për shpirtin. E kuptoni ju e çfarë kemi gjetur te ame? Shqyqyr Zoti që mami u hutua nga djali duke I kujtuar amen. O qa djali, o lumë nëna, moj lumë e nëna që t'ka bërë, o djali me në balë, more aman, mama dojnë që krozë. Unë po iki mam tani të shkoj të provoj atë amen. Ik mam, edhe unë kam punë. Mutove, moj, Edhe unë kam punë, mama. Mama, Mama, Qaf knaqa, nuk e ke iden. shpirti. Qa relaksi, videoklip. Mu duk Qa? vetja si ku bëra videoklip. Seriosisht. Shpirti mami, do. Ti këtu mirë? U kënaqa unë këtu, mami. A? Se të karoni një qerpik? Po E pak? më vare një, e kuptova që më vare, qerpik vare, ishte ma? qerpik Tash ishte. të zmi ku mundja. E mami këtu tek kripa, më lër tek kripa, t'ke që Jo, shiko se ne mbaruam. I bëm të gjitha, tani do hiki. Do vish me mua të ndrohemi. Po, ja për një qik, mami, se edhe pak, se e disa po kënaqem këtu tek kripa, ja për 2 minutë, të marrë një qik. Ta shio edhe një qik, të lutet, E mami. ndjej që je me një plan djallëzor në trurin tënd. Absolutisht të betohem. Për sytë ballit. Më pashim. Më pashim, ma. Ja dhe pak dhe herë të që. Me kujdes, me leset, ke qenë mami, si të kam sfarë mami, ja shumë e naze, buku, tuk. Atë vdes, mama. Si që nga Roza këtu? Zonja, ka ndonjë gjë që nuk shkon? Se ke gjithë ditën që po më ndjek. Jo, të bëja një pyetje desha. Më thuaj. Ke të dashur? Më falë që janë këto Jo, po i pyetje. fejuar martuar si jeti mama asma, do të mos ke unë anglisht. Më falë që janë këto pyetje, ti në moshë me nënën time, Po. më shoqëroni me zemrën të moshës. O djallë, Nuk e keq. po e ke kuptuar për doktorëve, po e ka për qupën ore, po nuk ka nuk për t'i Merë me mën do me thënë se që ndona përse më në zove edhe je. Një sekundë. Do të ka zaka në gjithë të i nga poshtë, bërgjën të të. Po, si mund të më bëni këtë pyetje? Ju në moshën e nënës time, u shoqëroni me gratë më kohë. Valla që djallë e ke kuptuar ti, jetë të rezit e ka për vajzësin ose në tim qëtë modja për kohë ka la majte. Nuk e mbajtë të qeshë, nuk bashkë si. A të bë një pyetje? Nuk e mbajtë të qeshë, nuk bashkë si për do të